luftoni. Ndaj duhet të çojeni. Dhe të mos bëni se hirë. Sepse po u vjedhin. Sepse po na vjedhin. Sepse po na rrajnë. Sepse po u rrajnë. Nëse ende nuk të kanë rrahur fizikisht, do të rrajnë një ditë shumë shpejt. Si shranë ata në Theth, si shranë ata në Valbon, si shranë këta të lokaleve, si shranë ata të Unaza, si shranë ata në Shkoz, si shranë ata në Transballkanike, si shranë ata në Labinot, si shranë ata në Radhim, dhe do të vjedhin, si që na vjedhin të gjithve çdo ditë. Dhe nuk mjafton thjesht të ankohemi. Nuk mjafton thjesht të themi në kafe, në familje, në shkollë, në punë. Po duhet reagojmë kundër. Dhe nuk mjafton të mendojmë vetëm për partinë. Se partia pa Shqipërinë nuk ka asnjë vlerë. Se partitë pa popullin e Shqipërisë nuk kanë asnjë vlerë. Se partitë pa rininë e Shqipërisë nuk kanë asnjë vlerë. Se rinia po ikën. Se vendi po zbrazet. Se popullsia po plaket. Se ne nuk reagojmë. Se ne heshtim. Se ne e shohim. Dhe para se të reagojmë, dhe para se të bëhemi bashkë kundër skeqes, mundohemi t'i vëmë bish çdo gjëje. Duke shpikur teorisht për të justifikuar dhe amnistuar secili divanin e vet që nuk çohet. Çdo njeri që bën diçka i vihet bisht për të justifikuar pa aftësinë e vet për të çuar e për të luftuar përballë këtyre hajdutëve. Sepse janë hajdut. Sepse ti që më dëgjon e di që janë hajdut. Se kur ke shkuar në spital nuk ke gjet ilaç. As pambuk nuk ke gjet, ke vajte ke bler në farmaci. As Vigol nuk ke gjet, ke vajte ke bler në farmaci. Ke fut mik për një ilaç. Pse nuk ka ilaçe? Se vidhemi. Kush i vjedh? Këta. Ndaj të cilve ne kemi dalë dhe po protestojmë. E ndaj të cilve ju duhet dilni të protestoni. Sepse që në fillim të vitit vdiqën 5 njerëz, djem të rinj, burra gra të kësaj republike. Sepse nuk ka rrugë. Sepse nuk ka standarde sigurie në rrugë. Sepse askush nuk marr përgjegjësi në rrugë. Sepse ato rrugë janë vjedhur dhe i kanë vjedhur këta. Sepse ti kur je fermer, bujk, blektor, tu dogjen nga zjarret, askush nuk mbajti përgjegjësi. Tu përmbytën nga rreshjet, askush nuk mbajti përgjegjësi. Tu than tani nga i ftohti, askush nuk mbajti përgjegjësi. Sepse ti heshte, sepse ti nuk u çove si fermerët grek, të bllokosh rrugët, autostradat me traktor. Sepse ti ke frikë. Frika jote është ushqimi atyre. Frika jote është pushteti atyre. Me frikën tënde ata qëndrojnë pushtet. Frikë nga çfarë? Frikë përse? Frikë për të jetuar. E çfarë kuptimi ka të jetosh 100 vjet si dele? Çfarë kuptimi ka të nështrohesh? Ndërkohë që mund të jetosh si njeri me dinjitet. Mund të jetosh si qytetar normal, një vendi normal. Shikojeni fqinjët tanë. Mos ikni larg. Hidhuni në Kosovë. Çfarë dinjiteti? Çfarë respekti për veten? Çfarë krenarie kombëtare? Dhe ka ardhur koha që unë e them me bindje të plot të bëhemi si Kosova, se si Europa vështirë se do bëhemi edhe ca kohë. Të bëhemi si Kosova. Të bëhemi si vëllezërit tanë Kosovë. Mos rini dëshmitar të dhunës së një regjimi hajdutësh. Sepse hajdutët duhet të kenë turp të dalin rrugë, jo të përdorin dhunën e forcën përballë popullit. Vëllezër, motra, miq, ndjekës, dashamirës, po dhe njerëz që s'më doni, jo për mua, për veten tuaj. Unë nuk kam më pishmëne, po e bëj luftën time dhe e shoh fëmijën tim në sy me krenari. Dhe do ta shoh dhe kur të rritet me krenari, sepse do t'i them që unë baba jot luftova. U përballa. Po ktheheni vështrimin nga fëmijët tuaj. Shikojini një në sy.
Shikojni dhe kuptoni, apo luftoni mjaftueshëm për ta. Cila është lufta që po bëni, që t'u siguroni mundësinë që t'ikin nga ky vend? Po përse? Sepse nuk flisi dot, sepse keni frikë, sepse nuk doni të prishni marrëdhëniet me X-in dhe Y-in që u vjedh. Mendojeni mirë. Shikojni fëmijët tuaj në sy. Shikojni dhe prindrit tuaj të moshuar në sy. Dhe mendoni, a është normale që ju të punoni se si t'i largoni fëmijët nga ky vend? Se si të bëni çdo gjë që të bëjnë dokumenta për të ikur larg nga ky vend? Se si po bëni çdo gjë që të lini këtu varret dhe eshtrat e të parve vetëm të ikni nga ky vend, sepse vetëm ju nuk përballeni dot me frikën. Vrijeni frikën. Jetoni si njerëz të lirë. Bashkohuni përdej ndasive, përtej nateve të vogla, përtej mospëlqimeve. Bashkohuni për veten. Vendoseni si standard që pushtetet kur popull del në rrugë, dëgjojnë, po dëgjuan, largohen pushtetet, jo ju nga shtëpitë tuaja. Ju përshëndes këtu nga sheshi Rezistencës. Ju përshëndes dhe ju kujtoj, shpërndajeni këtë live ta dëgjojnë të gjithë. Ndoshta ndërgjegjësojmë sa më shumë njerëz. Shpërndajeni, ju lutem. Ju kujtoj që sot 4 djem shkëlqyer, profesionistë jashtëzakonshëm janë arrestuar nga ajo pjesë e policisë së shtetit që nuk është aq e vullnetshme me krimin. Erdhën 300 punonjës policie këtu për 2 çadra, për të mbrojtur ne nga shiu dhe i ftohti. Imagjinoni sikur të shkonin te bandat. Më thoni në cilën band kanë shkuar 300 punonjës policie? Në cilin grup kriminal? Në cilën familje që ka marrë peng Shqipërinë ka shkuar ka shumë polic? Vin këtu për 2 çadra plasmasi dhe paguhen me lekët tuaja që të dhunojnë ju, pra ne, se dhe ne jemi ju, popull, për të vrarë shpresën, për të mbjellë frikën. Kush pare dëgjuar që të arrestohen 4 djem, ndër të cilët njëri është doktor shkencash në ushtri, ka punuar 18 vjet oficer i forcave të armatosura, se proteston kundër babzis? Kush parë që të dhunohen 2 qytetar të cilët janë shtruar në spital, ndër të cilët njëri është i operuar te cervikalja në qafë, në shqiu kurrizore, dhe me gjasa ka goxha pasojnë kjo që ka ndodhur, fatkeqësisht. Pse? Sepse lufton, sepse ka lënë jetën në Itali, atje ku jeton familja dhe ka ardhur, se mendon që një ditë duhet kthehet këtu, në atë në një vend normal. A mund të bëni ju sehir ndaj kësaj? Mendoni se dështon Adriatiku? Mendoni se po serdhët ju masivisht sot ishim, po duhet jemi shumë. Mendoni se dështoj unë? Nuk dështoj unë, dështon shoqëria. Fiton Edi Rama, fiton korrupsioni. Se shoqëria ndahet edhe më shumë më vonë. Se ne këtu jemi pa logo partie, ne këtu jemi me flamurin kombëtar, ne këtu jemi kundër babzis vjedhjes hajdutris. Ne po e bëjmë luftën tonë me shumë dinjitet. E rindërtuam çadrën këtu. Do vazhdojmë këtu. Aq sa të mundemi. Por ju mendojeni mirë. A doni të jetoni në një republikë ku krimit i bëhet policia shofer, siç e pat në Rinas, që shoferi i atij të krimit që u vra ishte punonjës policie. Ja më pës. Ndërkohë qytetarëve të ndërgjegjshëm, doktorëve të shkencave që po luftojnë këtu, avokatëve, mjekëve, që po luftojnë këtu, ekonomistëve, inxhinierëve që janë këtu, u sillen 300 punonjës policie se kanë vendosur një çadër plasmasi. Dhe nga kush? Nga Edi Rama. Nga Edi që bllokoi bulevardi për gjithë Tiranën me çadrën e vet dhe bllokonte rrugët e Shqipërisë me gomat që diqte. Të dalë një qytetar i Tiranës dhe të vjedhë thotë Adriatik Lapaj më ka penguar kalimin. Më ka ndaluar të shkoj në punë se bllokoi trotuarin apo bllokoi rrugën. Një. Të dalë dhe thotë që trafiku në Tiranë e bën Adriatik Lapaj me çadrën që ka ngrit. Të dalë thotë njëri që nuk shkova dot në dasëm se më pengoi Adriatik Lapaj. Të dalë thotë një
që nuk shkuam dot në vaki se na pengojnë këta të rinj që po protestojnë këtu. Të dalë thot një që ambulanca nuk kalon, se më penguan këta me çadrën e vet. Të dalë një të thot çfarë kemi penguar ne këtu? Që duhet vinë 300 punonjës policie për të arrestuar njerëz të lirë, të ndershëm. Pse se i themi Edi Ramës i hajdut? Edi Rama o hajdut, o hajdut, o hajdut. 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 Edi Rama o hajdut. Laj vëllezër, motra, prindër, të afërm, dashamirës, njerëz që s'na njihni. Mendojni këto që ju thash sot. Shikojni edhe ato pamje sot. Mendoni dhe televizionet që në lajme nuk i nxorën. Mendoni çdo gjë dhe vendosni. Është një vend normal ky ku mund të jetoni apo duhet ta ndryshoni? E nëse mendoni që duhet ndryshuar, mendoni që duhet ndryshuar tani apo keni kohë për të pritur? Gjykojeni. Ju përshëndes këtu nga Çatra, sheshi i lirisë, sheshi i rezistencës përballë zyrës të njeriut më të korruptuar në Europë, një nga më të korruptorit në botë që drejton një qeveri banditësh. Ju përshëndes.